Qysh ishin këto mandate, sepse e the ti gëgja gjatë kështu, gëgja punë edhe gëgja aktivitete, mirë po qysh ishin, sa ishin sfiduese për ty, po të njëjtën kohë, sa ndoshta ta hapën derën për shumë projekte që ti e ke në mendje, për shumë aktivitete që ndoshta ti i realizon edhe, sa ishte kjo një ndimes për ty? Pas vitit parë, viti parë ka qenë më sfidues, pas vitit parë tutje, nuk kisha më ato sfidat që i kisha në fillim, thjesht isha shumë e fokusuar tek puna. Çka do të bëj, ku do ta përfaqësoj shtetin, ishin ftesat jashtëzakonisht shumë ta vazhdojnë të jenë të tilla për të qenë për konferencat ndryshme nëpër botë, por gjithmonë kam qenë i thara asaj që të zgjedh kush e organizon konferencën, cilat shtete janë pjesëmarrëse, cili do të jetë benefiti i Republikës së Kosovës nëse unë prezantohem aty, se nuk është interesant me udhëtu në të gjitha dhe pastaj mos me pas ndonjë benefit shteti i Kosovës, kështu që në këtë pjesë kam qenë shumë e kujdesshme se ku shkoj, çka prezantoj, çka flas. Është një protokoll shumë i veçantë që unë e përcjell ditën që nisem e derisa kthehem, nuk kam pranuar asnjëherë që dal në skenë për të përfaqësuar shtetin pa pasur simbolet e Republikës së Kosovës, sidomos flamurin e saj, përfshi edhe në organizata që nuk na njohin, këtë gjë e kam bërë edhe në OKB, që është shumë e rrallë dhe ka ndodhur për një herë të vetme në historinë e OKB-s, por edhe në shtetet e tjera që nuk na kanë njohur. Gjëja më e bukur ndoshta gjatë këtij rrugtimi është kur unë fillova me u shpërbly edhe me çmime ndërkombëtare, edhe nga shtetet jonjose, që është rasti i Nepalit, ku në 2021 mora çmimin Global Youth Leadership Award nga zëvendës presidenti i Nepalit. Pse e them që është e rrallë, është sepse Nepali nuk e njeh Republikën e Kosovës, nuk kemi asnjë lloj marrëdhënie diplomatike me ta, por zëvendës presidenti kishte vendosur që ta njeh punën e një ambasadoreje siç isha unë. Pra kjo ishte një lloj porte totalisht e hapur tashmë për Republikën e Kosovës për të nisur edhe negociatat rreth njohjes edhe bashkëpunimit. Ka pasur edhe shumë shtete tjera, shumë përfaqësime të tjera. Jam kujdesur gjithmonë që edhe në dukje të kem për shembull në ndonjë rast caktuar ndonjë detaj të veshjes kombëtare ose fare të përfaqësohem me veshje kombëtare në mënyrë që ta lë edhe një lloj trashëgimie të kulturës sonë të lavdishme që e kemi. Mos të flasim që në asnjë lloj të fjalimit nuk ka munguar edhe historia e Kosovës prej kohës së luftës së këndej, sepse gjithmonë konsideroj që një popull nuk mund ta ditë të tashmen e saj nëse nuk e di pak edhe të kaluarën. Kështu që jam kujdesur gjithmonë që në fjalimet e mia të ketë copza edhe të së kaluarës së Kosovës, por edhe të tashmes së saj e natyrisht edhe perspektivës. Por duhet ta kemi parasysh që në diplomaci jo gjithçka paraqitet kopsht me lule. Gjithmonë duhet të tregosh dy anët e medaljes së një shteti, sepse secili shtet ka të mirat e veta, po ka edhe sfidat. Kështu që unë jam munduar me mbajt këtë lloj balanci në arenë ndërkombëtare sa i përket prezantimit të Kosovës. Tek kërkesa jote që çdo herë me qenë me flamur të Kosovës, me simbole të Republikës së Kosovës, në njëjtën kohë çdo herë me u paraqit edhe me ndonjë simbol të veshjeve kombëtare të traditës edhe për të përfaqësuar edhe kulturën edhe në Kosovë në përgjithësi, a ke pas ndonjëherë themi inat prej ndonjë vendi ose ndonjë vend që ka refuzuar plotësisht që ti të mos paraqitesh me simbole të Republikës së Kosovës? Me refuzu jo, se nëse do të refuzonin ata, do të refuzoja unë paraqitjen. Do të shkoja fare, kështu që kjo s'ka ndodhur. Mirë po ka pas një lloj proteste në 2020 në kohën e pandemisë. Çdo konferencë, secila punë u zhvillua, u rikthye pastaj në formën online. Edhe përfaqësimet që i bënim në atë kohë, që ishin në agjendë për të bërë personalisht, u rikthyen online, edhe mbaj mend që në një nga konferencat shumë të rëndësishme ndërkombëtare ishin pjesë edhe Rusia edhe Serbia. Dhe në momentin që unë filloj të flas për të kaluarën e Kosovës, për rolin e UÇK-s dhe për të bëmat e Serbisë në atë kohë, në shajm proteste të dyja shtetet e lëshuan konferencën. Dhe e tërë duart trokitja shkoi pastaj për shtetin e Kosovës në këtë rast për mua, çka ka qenë një fitore, do të thoja, diplomatike me shumë peshë në atë kohë, sepse nuk është mirë për shtetet që ta lëshojnë konferencën në rast se dëgjojnë për të bëmat e tyre ose diçka që nuk ju pëlqen. Në diplomaci pavarësisht të pëlqej ose s'të pëlqej, ti duhesh me zgjedh mënyrën me qëndru aty, edhe mos me u dhanë ndoshta, mos me dhanë atë hijeshin që ty diçka nuk është duke të pëlqyer gjatë fjalimit të tij ose të saj. Po në këtë rast këto të dyja shtetet nuk rezistuan edhe lëshuan konferencën, pastaj ndryshoi aty komplet agjenda, u bë temë diskutimi Kosova, sepse ato të dyja nuk vazhduan ta dëgjojnë fjalimin e Kosovës, edhe këtë e konsideroj si një lloj suksesi, sepse ishte një lloj çelësi se ku të prek aty që të dihet sakt se çka ka ndodhur në Kosovë dhe jo sepse kishte nganjëherë edhe tendenca që Kosova të dilte si agresori.
thuaj se Kosova ka bërë krima, në fakt ishte e kundërta, kështu që doja gjeja këtë qelës për t'i treguar botës që jo, Kosova nuk ka qenë agresori ka qenë dikush tjetër, ne thjesht e kemi mbrojt vetën.